Vetëm pak minuta larg Tiranës, në zonën e Bërzhitës, ndodhet Muzeu i Forcave të Armatosura, një nga hapësirat më të veçanta historike në Shqipëri. Ky muze përfaqëson një udhëtim të plotë në historinë ushtarake shqiptare, duke nisur nga periudha e Skënderbeut e duke kaluar nëpër luftën e dytë botërore, periudhën e komunizmit dhe duke arritur deri tek modernizimi i ushtrisë dhe anëtarësimi i Shqipërisë në NATO. Sot, përveç vlerës historike dhe edukative, muzeu është kthyer edhe në një destinacion të rëndësishëm turistik, ku vizitorë vendas dhe të huaj dalen për të parë nga afër një pjesë të rëndësishme të historisë së vendit. Ndodhem në Muzeun e Forcave të Armatosura në Bërzhitë, shumë pranë Tiranës. Ky muze është i vendosur në një pozicion strategjik në rrugën nacionale Tiranë-Elbasan për të gjithë vizitorët, të cilët duan të shikojnë për përkushtimin ushtarak që Shqipëria ka patur gjatë ndikimit të Bashkimit Sovjetik dhe në ndikimin e Kinës. Ky muze përfshihet nga 5 pavione kryesore, ku pjesa jashtme konsiston në flota detare dhe ajrore si replik e forcës ushtarake të asaj kohe, ndërsa brenda 5 pavionet janë të përfshira me uniforma, me armë të ndryshme ushtarake, të cilat tregojnë për historinë e asaj kohe. Janë të përfshira gjithashtu centralet dhe radiot, të cilat përdoreshin për të ndërlidhur komunikimin. Ndodhet gjithashtu një sektor i veçantë që tregon që ne jemi pjesë e NATO-s, duke përfshirë uniformë dhe armatime të ndryshme. Ndodhemi në Muzeun e Forcave të Armatosura në Bërzhitë, shumë pranë Tiranës. Ky muze shtrihet në hapësirën e gjerë dhe është konceptuar si një kombinim mes historisë dhe parkut natyror, ku vizitorët mund të shohin nga afër mjetet të ndryshme ushtarake dhe të njihen me zhvillimin e forcave të armatosura shqiptare ndër vite. Pjesa jashtme e muzeut përfshin mjete të flotës ajrore dhe detare, si avion, helikopter dhe mjete të blinduara, të cilat tregojnë kapacitetet dhe ndryshimet që ushtria shqiptare ka kaluar ndër dekada. E ndërsa brenda ndodhen 5 pavione të ndryshme, ku një vend i veçantë i është kushtuar edhe procesit të integrimit të Shqipërisë në NATO, një moment historik për vendin. Muzeu i Forcave të Armatosura është hapur për herë të parë në vitin 2012 në kuadër të festive të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë në garnizonin Skënderbej, aty ku sot ndodhet Ministria e Mbrojtjes. Muzeu ngjalli interes në ato ambiente, por kishte vështirësi për sa i përket hyrjes së turistëve, sigurisht edhe të qytetarëve. Dhe duke parë se turizmi në Shqipëri po rritej, atëherë u mendua që muzeu të kalonte në ambiente të reja dhe në fund të vitit 2023 u ndërtua ky muze në një hapësirë shumë të madhe, janë rreth 10 hektar, po them shtrirje. Muzeu i Forcave të Armatosura në këtë ambiente është i konceptuar me 6 pavione, 5 pavione janë brenda dhe pavioni 6 është në hapësirat e jashtme në të cilët janë ekspozuar armë të artillerisë kundërherore, toksore, artillerisë bregdetare, po them tanke, mjete të blinduara, objekte të forcës ajrore, avion, helikopter, pra janë rreth 4 taraca ekspozimi. Muzeu i Forcave të Armatosura nuk është thjesht një muze, por është edhe një park më vete. Këtu është i shtrirë në një hapësirë të gjelbër, i rrethuar me kodra, pra turistët, vizitorët dhe sidomos fëmijët nuk e shohin thjesht si një muze, por edhe si një ambient çlodhës. Sipas përgjegjësve të muzeut, interesi për këtë hapësirë është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Vizitorët vinë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vende të ndryshme të botës, duke kthyer muzeun në një pikë të rëndësishme kulturore dhe turistike. Ka vinë më shumë turistë, nga kanë më shumë interes. Muzeu i Forcave të Armatosura në fakt ka ngjallur interes nga të gjithë anët e botës, duke filluar nga Zelanda e Re deri në Argjentinën e largët. Ajo çfarë e bën të veçantë Muzeun e Forcave të Armatosura është veçantia dhe artefaktet, objektet që janë ekspozuar këtu.
Turistët shpeshherë shprehin që është ndër muzeet më unik, sepse është vështirë që të gjenden në një muze të vetëm objekte ose armë të përdorura ose të prodhuara në Kinë dhe në Rusi. Në muzeun tonë këto janë të dyja. Pra kjo është e veçanta që ofron Muzeu i Forcave të Armatosura. Në ambientet e jashtme të muzeut janë të ekspozuara mjete të shumta të blinduara, tanke, avion dhe helikopter, që përfaqësojnë periudha të ndryshme të zhvillimit të ushtrisë shqiptare. Këtu jemi në ambientet e jashtme, thash që janë 4 apo 5 tara të ekspozimi dhe mbrapa meje janë të ekspozuar mjetet e blinduara. Shqipëria filloi të furnizoi që nga viti 48, fillimisht nga shteti rus, pastaj nga shteti kinez, dhe numri i përgjithshëm i mjeteve të blinduara, tanke 1066, por në anë tjetër pati edhe mjete transportues të blinduar, pra numri i përgjithshëm shkon rreth 1600 copë. Për vendin tonë një numër i këtillë ishte i jashtëzakonshëm. Vetëm pak kilometra më larg nga kjo hapësirë historike ndodhet fshati Dobresh, një zonë kryesisht e ndryshme në ritëm dhe në jetesë. Nga historia ushtarake dhe ekspozitat e muzeut, kalojmë në një realitet rural, ku jeta zhvillohet mes natyrës, qetësisë dhe punëve të përditshme. Banorët e fshatit Dobresh disa janë punë shteti, disa janë punë private, disa në përshpijet, më fjalë mosha ime, pensionist ka 65 vjeç, 678 jemi pensionista. Ne punë lehtë shumë për shembull baçë vanë në diku tjetër. Bujësia dhe blegtoria nuk janë zhvilluara në fshat fare. Bujësia, blegtoria nuk është zhvilluar fare. Çfarë ka ndikuar? Nuk janë tokat e përshtatshme, nuk keni vegla pune. Tokat janë përshtatshme, po se vendet kanë zonë vende pune më përpara se ne jemi të ardhëm për shembull. Ka shumë të ardhmë në fshat? Ka shumë të ardhëm. Janë bën rreth 40 familje. Kemi nga fshati Elbasanit, ato i quhet në Gracene, jemi vendosur për më mirë. Po njerëz ka qenë vizim nga fshati? Njerëz që vizim nga fshati, jo këtu nuk janë largu nga fshati. Shumë rrallë. Tek këtu, këtu nuk janë largu nga fshati. Janë të gjithë këtu. Atë nuk ka. Po të rinj ka në fshat? Të rinj janë në shkollë, pak janë greqi këtu në fshat ku jemi na. Janë me punët të zonave për shembull. Tiranë punën më shumë. Keni probleme me rrugën ose me ujin e pishëm? Jo, s'kemi probleme me ujin e pishëm, s'kemi probleme. Jemi në rregull, burimi është i pashtershëm. Se këtu ka qenë dëm babadem. Rruga na ushtru, faleminderit shumë për të që e bën të rrugën. Kaq në këtë duam rrugën, rrugën që kemi në rregull. Qetësi jemi. Fshati pas. Kaq vinë sepse është baza ushtarake shumë afër. Me thonë të drejtën, unë këtu nuk kam pa. Se unë këtu punoj, ashtu dhe batë që vanë punoj këtu, po nuk kam pa në eri që të takoj për shembull. Turista. Me që nuk ka qenë rruga e përshtatshme. Tani që u bë rruga, ndoshta e mundoj. Në fshatin Dobresh, banorët merren me aktivitete të ndryshme. Disa punojnë në sektorin privat e disa në sektorin shtetëror, ndërsa një pjesë tjetër, si në çdo fshat, janë pensionistët. Bujësia dhe blegtoria nuk janë të zhvilluara si më parë dhe kryesisht mbeten për përdorim familjar, pa u kthyer në burim të qëndrueshëm ekonomik. Në zonë ka edhe banorë të ardhur nga vende të tjera, ndërsa largimet kanë qenë të kufizuara. Megjithatë, disa të rinj kanë emigruar drejt Greqisë në kërkim të mundësive më të mira. Sipas banorëve, infrastruktura nuk përbën problem, pasi rrugët janë të rregulluara dhe uji i pishëm sigurohet nga burimet natyrore të mjaftueshme. Në oborret e shtëpive të fshatit shihen ende baçe të vogla me perime, si domate, speca dhe kultura të tjera bujqësore. Megjithatë, këto prodhime përdoren kryesisht për nevoja familjare dhe rrallëherë dalin në treg, duke mbajtur ekonominë e fshatit në një nivel të kufizuar. Me çfarë merresh? Ja, me ç'këtë ja. Shtëpia. Lodhesh? Qikës jam e vjetë. Ka banor fshati? Apo kanë ikur? Ka banor, ka. Jo, të s'kan hik, vesh janë shtu. Vinë nusa në fshat? Po vinë nusa në fshat, po lindjet kanë rarë, përfundimisht.
Edhe Se sun i rrisën. Ta këto të reja sun i rrisën fëmijët. çka ka ndryshuar? Me ka ndryshuar? nuset e tanishme dhe nuset e mëparshme, si Nëse thotin të tanishme janë ma klëdhme se na plakat si një të dhe djesh. Am në gjë. U prishet gjumje, u prishet e në granmja, fëmija qene, fëmija ka kërkesa shume. E kështu i bisi. Po si ka mundësi që janë më të lodhura, i kanë kushtet më shumë edhe më të lodhura. Mos i kon pak mirëqenie? Kushtet i kanë ma mirë, na nuk freshim me bukë, bëshim ka një fëmijë njën 2 vjetë. E nuk freshim me bukë. Banorët e moshuar tregojnë se blegtoria vazhdon të jetë pjesë e jetës së tyre, por vetëm për konsum vetjak. Fshati ka ende banor dhe nuk është zbrazur, ndërsa shkolla e zonës vazhdon të funksionojë normalisht, duke mbajtur gjallë jetën komunitare. Me qa merreni, si e shtyni ditën këtu në fshat? Me lo, me punë shpije, me të, me bache, me hipse. Kështu prodhojnë gjë në blegtori edhe në bujësi? Ka herë bon, ka herë s'bon, ma të herë s'e bon. Qa billni në bujësi? Ka mirë ma. Speca dhe mate. Sa për vete? Trangu e sa për vetë. Nuk shisni fare problem. Që qikët bëjmë për vete, na për ashtë këtë qikë. Jo, me tia këtë qikë. Na me zi për dalë me thonë këtë të qikë. Po turista ka që vinë në fshat nga baza ushtarake që është? Turista? Po. Vinë? Vin dhe herë. Fshati ofron ajër të pastër, ujë të pastër dhe ushqime natyrale, por mungojnë mundësitë për zhvillim ekonomik dhe punësim më të gjerë. Rruga është përmirësuar, por puna në fshat mbetet e vështirë dhe e vazhdueshme. Banorët thonë se jeta është e lidhur ngushtë me punën dhe se kush punon arrin të mbijetojë, ndërsa kush nuk punon sigurisht që do ta ketë më të vështirë. Pavarësisht lodhjes, ata thonë se jeta në fshat ka ende një bukuri të veçantë që nuk e gjen në qytet. Fshati shumë i bukur. Fshati shumë i bukur, ajri paste. Gjitha i ka të mirë. Kemi gjitha. Oksigjenin e kemi të sakt, ujtë e pasër e kemi, pishëm. Bio. Bio e kemi, vese s'kemi me vadit. Po punove ke, Po punove ke. Stepiri, ka stepiri. Bacëton, po. Punoni gjithë ditën. Po pështove të kopshin tonë, bëjnë. Ta manë në kemi në. Është e lodhshme puna në fshat? Se t'labdroj, se lodhshme. Losme po është ne bukur se argëtohemi, dalim, Edhe pa punë nuk rrihet gjithë ditën. Ku mendoni se ndryshon jeta e një gruaje në fshat me një gruaje në qytet? Po ne lodhja më shumë është në fshat. Qyteti ka më prioritet të tjera. Qyteti vishë Ma dhe lecim. madhe dhe del për kafe, për sa na jemi. Dini për kafe ju? Ja, jema kafe në beshin shpije pi, njën vjetë me da. Në fshatin Dobresh, edhe pse ka një mirëqenie ku rrugët janë të shtruara dhe nuk ka probleme ujin e pishëm apo ujin për vaditjen e tokave, megjithatë blegtoria dhe bujësia ngelen shumë të pazhvilluara. Banorët merren vetëm nga një lopë për prodhim personal dhe nuk shesin asgjë në treg. Nga ana tjetër, blegtoria është shumë e vakët, ku ata mbjellin vetëm specat, kastraveca apo domate vetëm për veten e tyre. Gratë e fshatit shprehen të pakënaqura dhe ata thonë se ndjejnë dallimin me gratë e qytetit, ku sipas tyre ato lodhen më pak e kanë jetën më të thjeshtë se gratë që jetojnë në fshat. Edhepse në këtë fshat ndodhet një nga bazat ushtarake më të rëndësishme si muze që dëshmon për historinë e luftës së Shqipërisë në luftën e dytë botërore, megjithatë, kjo nuk ka bërë që të investohet dhe të zhvillohet turizmi në fshat.